Përshëndetje ndjekës të revistës Story, mirë se vini në live-in tonë të përjavshëm tu tek revista Story. Unë jam Klotilde Harka. Jam sot për të bërë një bisedë me një model shumë të famshëm, i cili në fakt nuk ndodhet në Shqipëri. Është pikërisht në vendin nga ku e pati lindjen, mund të themi, ky virus i famshëm i koronavirusit nga Kina. Ai quhet Rolando Lekaj, është një model i famshëm sot edhe në botë për shumë edhe për faktin që ka një pasuri domethënë maramëndse, se si ka arritur deri këtu, se si është jeta e tij. Për më tepër, se si është jeta e tij pasi mediat shkruan se ai në fakt u prek nga korona. Do flasim tani me Rolando. Do shoh të lidhem me të. Besoj që për pak sekonda do lidhemi. Të provojmë një herë. Përshëndetje Klotilda. Je? Mirë, faleminderit. Ju si jeni? Mirë. Sa është ora aty? Jam kurioze tani, 6 orë para i vjen? Është ora 1 e natës, 1:06 minuta. E po ti je fiks, je në orarin perfekt për të biseduar. Se këtu është 7 edhe është një orë, do të thënë tani që është zgjatur dita, sikur edhe ke dëshirë të pushosh pak, ndërsa nata dhe darka është më e bukur për të folur. Si ke qenë? Mirë, faleminderit. Ju si keni qenë? Shumë mirë. Je di që qytetarët krenohen me ty, sepse emri përflitet në të gjitha me Shqipërinë. Përflitesh për blerjet e çmendura, siç i kanë etiketuar mediat, sidomos ajo blerja në ankandin e Kanës. Kanë qenë fustanet për Terezën, kemi qenë kanë. Po, na trego pak si ishte historia, domethënë shnej gjithë ato para për të blerë një fustan në fundit. Historia është, ne ishim, po shikonim me fashion show, që ishin gjitha modelet e njoftuna të Victoria's Secret, edhe disa modele tjera, nga gjithë bota, ishin 31 fustane, 31 modele. Edhe isha bashkë me nusën bashkëshortën me Terezën, kur shikonim fashion show, edhe në sallë ishën dhe gjithë aktorë nga Hollywoodi, biznesmen nga Rusia, nga Dubai, nga gjithë bota kishte. Edhe po bisedojmë nusën dhe nusës Terezën, thënë që e shikoja se normal duket femra kur pëlqen diçka, i bëjnë sytë dizolonja për fustanet. Edhe pastaj thash, okay, kur vazhdoj thash me ba blerjen, pastaj do bëjmë një surprizë. Vazhdoj blerja, dikush e vazhdojmë pastaj 300.000, 400, 500, se biti më i lartë ishte biti im. Edhe në atë moment as çani nuk besuar që tha, ose 1.6 milionë euro për gjithë këta fustane, por realisht janë shumë bukura, sepse nga janë brendet më të mëdha, që janë brendet e qoftë Gucci, Versace, Louis Vuitton, Chanel, Saint Laurent, gjitha brenda nga vetëm një pisë, domethënë një copë, është në gjithë botën. Edhe këta gjithë e ka bashkëshortja e Tereza. Edhe në atë moment, që unë ndjeva krenar pse, sepse vin nga Shqipëria dhe ashtë më tepër kur isha në skenë, direkt mbas me jetë erdhi Dua Lipa, edhe e ftovon në skenë Dua Lipa, e pranon prezantimin e Dua Lipës. Unë shqiptar, Dua Lipa shqiptar, normalisht ajo punë ka mundje shumë krenar, ashtë më tepër për Shqipërinë. I ke takuar gjitha vajzat e famshme të Shqipërisë dhe të Kosovës që bëjnë karrierë në botë. Me cilat prej tyre ke misi? Misi se kam direkt kontakt, dhe më thanë nuk ka se, me thanë drejten, se për qenë tim realist, nuk kam mas me asnjërin nga to, sepse nuk më ka interesu me i shtyr që marrë kontakte personale, por kur të takojmë në ambiente qofshin në Cannes ose në Amerikën, në Anfar, New York, dhe më thanë, takojmë një tjetrin për çafojmë të vetëm si shkojnë punë, familja, kaq, nuk ka se do me shtyr vetëm me qenë tepër afër me do. Po mos ndoshta bëhet xheloze bashkëshortja jote?
Ja, përkundër Tereza nuk është xheloze. Tereza është shumë të thosh shumë e hapur për këtë gjë, sepse edhe vetë kur I bleva fustanet në Kanë që ishin 31 modelet më të mira, nuk erdhi me mua në skemë ta shkoj veten se për të shohin tash bashkë me nusën I vjen që ata nuk do të përçafojnë ty. Pastaj që një palën vite që mora përçafim nga 31 modelet më të mira të botës. Jo sa është një gjë që di se çfarë bëhet, më tregu thjesht nuk është xheloze. Po si e njohur me Terezën? Sepse shfaqeni si çifti që bini në sy. Një shqiptar në një vajzë. Jo, vërtet, do të thënë një gjë që fotot tuaja janë gjithandej dhe vërtet duket një çift që I veçantë, jo si gjithë të tjerët. Si jeni njohur? Dëgjuajti ti apo të dëgjuajti ajo ty? Me thënë drejtën jam njohur, kemi qenë punëve, kemi qenë një qytet që quhet Shian. Ishte hera parë që unë isha të punu për kompaninë e Terezës. Edhe po në atë moment ishin dy menaxherë tjerë që ishin foreigner, që njëri ishte nga Rusia, tjetri ishte nga Franca. Por normalisht e punë që ne shqiptarët na ka me pjesën e botës tjetër për shembull, nuk ka se jemi punojmë shumë më shumë se sa ata arrit diçka, na arrit atë ku duan ne. Edhe tjetra është që punën që bajnë ato të dy unë e beja vetën. Edhe beja shumë herë më mirë se sa ata. Dhe them unë nusës na ku I them, ta dy persona nuk ketë si të ndërpunësh, mund I largosh, sepse I ke çuar gjithë ato shpenzime kot. Puna e tyre ta bëjnë shumë më mirë. Dal ngadalë pastaj vazhdoi puna, normalisht e punë që u punësova në punë, bana menaxher I kompani për atë fushë që takuar me mua. Edhe pastaj vazhdoi pëlqimi. Edhe me normalisht ishte edhe nga ana ime edhe nga ana saj, sepse ajo Frankina është shumë e bukur. Tereza, në Maledhonin në Shqipëri, model po, aktor edhe në Kinë, goxha me famë, se nuk pëlqen me thënë famën, por edhe në Kinë, edhe në Shqipëni pak, edhe kështu vazhdoi çdo gjë. Por më rëndësishme është sepse kemi gjetur një tjetrin, zemra e saj, zemra ime, do të thënë kemi gjetur shumë për gjashtë për njëri tjetrin. Aq më tepër çka ka bujt kjo jetë, çka ka mbujtur një jetë me pas rezultatet e sotme, janë shumë gjëra përbashkëta. Për Terezën flitet që është multimilionere, është e vërtet dhe si e ka arritur këtë pasuri? Tereza është e vërtet që është shumë e pasur. Por kjo është e vërtet që ka krijuar çdo gjë vetë, e ka krijuar çdo gjë vetë nga zero. Edhe kur ka qenë në moshën, domethënë 13-14-15 vjeçare, baba I saj ka ndruar jetë fatkeqësisht. Ma që ta punë e dash me ba 2-3 punë dhe një kohë që punonte, ishte parokire, kishte salon dhe një parokirie, në bas salonit kishte kur sot dhe punonte pastruce në vende tjera, si e sirish për me majtë familja dhe me arrit andrën e saj në aty ku ashtë. Dhe ndalë nga dalë pastaj ka hapë salon në parë në Daljen, në vendin e saj ku ka linë, se kjo vjen nga Daljeni, është një qytet në Kinë që është bregdet, dhe gjësën shumë me pjesën e Shqipërisë. Edhe pastaj nga saloni I parë, saloni I dytë, I tretë, pastaj është largu nga Daljeni ka ardhur në Hangzhou. Në vendin ku jetojmë ne sot aktualisht me familjen edhe kemi headquarter, më thënë, zyrat kryesore të kompanisë kemi këtu në Hangzhou. Edhe pastaj ka bërë klinikat, ka kryer klinikat e veta që në çdo qytet klinikat. Edhe këtu janë shumë njerëz që janë famshëm, qofshin televizionit, qofshin të qeverisë, domethënë që janë nga qeveria kineze, qofshin e biznesmen të njohur por për arsye të kapitalit nuk mundem të them emra sepse kur vinë në klinik ne bëjmë një kontratë me të që është, nuk mundem të përmend emrin e tyre që jashtë kompanisë. Edhe sot kështu kompania që kemi është në kompani të më të mëdha në Kinë, në gjithë Azinë dhe në botë. Për beauty plastic surgery. Wow, po si ka, do të thonë Tereza është për vetë pasur, nuk vjen nga një familje pasur. Ja, nuk vjen nga familje pasur as pak, edhe është vetë self-made. Nuk ka se e ka të gjë vetë, nga minusi, jo nga zero edhe sot. Sepse gjithashtu mendojnë se sigur baba I Terezës ka qenë I pasur, nana e Terezës ka qenë I pasur, ka dhënë pasurinë se ajo për kundër. S'është kjo. Po sa ka arritur pasuria juaj, mund ta deklaroni? Apo zakonisht biznesmenët e deklarojnë? Kjo është një pyetje që shumë persona e bëjnë, edhe kur jam live, por më pëlqen më mirë që njerëzit e njohin mua për Roland, ata njohin nusën
Terezën, kush është ajo, kush jam unë, edhe çfarë mirash kemi ne, çfarë mundojmë që bëjmë mirë në shoqëri, se sa më njoh nga ana pasurisë. Pasuritë e lëm bankave aty ku nuk më intereson ajo. Po, pasuria është një plus i madh për të jetuar mirë dhe lumtur, apo jo? Apo pasuria e prish lumturinë ndonjëherë? Për thënë drejtën, unë edhe para se me njoh Terezën, kam pas goxha fatmirësisht, faleminderit Zotit dhe më lutet nga veni, kam pas goxha tona sepse ku kam qenë në Pekin, kam qenë në model pa të paguar në Pekin. Kisha goxha salary, domethënë, që mirë kisha rrogën jo fikse sepse punoja për veten time, çdo muaj edhe çdo vit kisha goxha të ardhura. Familja ime jetoni goxha mirë, fatmirësisht, por një kohë kur isha me Terezën, edhe në kompani pastaj ishin një shkallë shumë më lart, sepse kisha çdo ditë bëj takime me njerëz shumë të rëndësishëm dhe të fuqishëm në Kin. Nuk ishte se për shembull sikur ti je në rengun e biznesmenave, me më të fortë Kings edhe Bulls, as sikur ti je model, duhet të qenë një realist që është shumë forcë dhe shumë njohje. Unë i kam marrë fatmirësisht nga bashkëshortja ime, nga Tereza. Edhe normalisht e punë, pasuria që të ndihmon për të pas një jetë sa më të mirë, një jetë sa më të shumë si ka thënë shumë e bën? Po. Por është diçka që është në anën tjetër, sa është e mirë, sa është edhe keqe, sepse për shembull, ja, shef tani është ora 1 natës, që do një çerek, që unë akoma s'kam pitur. Sa erdha nga puna, isha nga klinika aty, po bëja video live bashkë me bashkëshorten. Kishim sales, live sales, edhe ishin rreth disa mijë persona që ishin live në është si ka thënë Instagram e Facebook-un kin, por është që quhet Taobao, besoj më ta keni, është platforma e Jack Ma. Pranoj një ndër më të pasura të Kins. Edhe aty po bën një video live për sales, për një ndër produktet tona, por pastaj sa mbarova aty djeg edhe tek shtëpia dhe hapa live-in me ju. Kështu që ti je edhe një biznesmen dhe një i famshëm, nuk ka të lehtë, është shumë më e vështirë. Normale. Kish gjyshim pas dritë se ka ndru jetë disa vite përpara, gati 100 vjeç. Faleminderit Zotit edhe ka qenë një njeri shumë perfekt, domethënë një stil është shumë e rrallë që të lejnë për zyti. Edhe fatmirësisht nuk ka marrë shumë gjëra të mira si nga gjyshi që nga gjyshi. Edhe normalisht puna nga baba nga nana, faleminderit Zotit dhe i përshëndes shumë, që besoj se po na ndjekin tani live. Por gjithmonë thotë është shumë më e vështirë me majt pasurinë se sa me kriju. Kështu që kemi pas shumë njerëz për shembull që janë ba pasun, kanë vazhduar ja thosh kanë fluturu, nuk kanë qenë në kam tokë, edhe sot i ke në zero, o i ke shumë e negativë, se s'po du mi përmen, se inshallah për kemi një intervjistë me sa për shofë dhe fansat shumë të mirë, shumë faleminderit për tyne. Edhe mbajmë qenë ma krenarë shumë për shqiptarë, kur kanë këtë edukatë dhe të regojnë këtë respekt, sepse edhe qëllimi i kësaj video është që me ditë diçka më shumë të jetës time, jetës me bashkën bashkëshorten me Terezën, edhe pse jo mi dhanë rinisë shqiptarë disa sugjerime që do kisha dashur të dhon shumë, që kur kam qenë më i ri, kite pas njerëz që të më jepshin edhe mua këto sugjerime, por është më mirë kur i kam kaluar veten një jetë, edhe tani kam gjëra që janë reale, edhe mundem me dhon trive shqiptar, pse jo, sepse gjithsekush ku i më rritën ne ku kemi qenë vegjël, kemi pas idol, ka thosh kishim qef kur thënim do të bëjmë si ky, do të bëjmë si ai, do të ecim për Pekina. Pse jo, ti jem unë, ti je ti, se tjetër që janë shqiptar, që ti jenë shembull të mirë pozitiv për brezat e ri që po vinë. Kjo është për mua diçka që vlen theksohet. Po, Rolando, je i ri, i pasur, me familje, me biznese, jeton në Kin, në vendin që vërtet më i zhvilluari. Si ka arritur? Do më thonë, ku qëndron sekreti yt? Je i zgjuar apo i me fat? Apo je strateg? E para punës jam një i thjesht, është mbi gjitha. E dyta një i pastër, i pastër me zemër, i pastër me gjitha. Edhe e treta besoj shumë Zot dhe në vetën time. E di që kemi ardhur në këtë vend, në këtë jetë, me bëj gjëra të mira, edhe gjërat e mira janë shumë të lehtë edhe të vështira mu bën jetën kohë. Janë të lehta mu bën kur i bën me zemër, janë të vështira kur i bën që më thënë me jo të pastra. Unë ku kam marrë në Kin, kam marrë se gjendja ime ekonomike nuk ka qenë shumë mirë ku kam marrë në Kin. Ka qenë sa mbarova studimet e mia në Shkodër për managing business. Por ju betohem që
ju them drejtën, kur ka marrë në kin, ka marrë pa 5 lek, pa 5 lek vjeta në gjep. Ka marrë se ka marrë me kompaninë time, kompania që ka qenë kompani shqiptare, me modelingun, kur kam sjell mu. Ata paguajtën biletën e avionit, kishin paguar shtëpinë ku të qëndroja me model të tjerë. Pastaj, kur erdha vetë realisht e pash që Kina ishte shumë ndryshe me nga çfarë mendonim ne. Sepse kur isha para se marrë në Kinë, shokët e mi thoshin, ai do shku në Kinë atje me $10 blen gjysën e vendit ku do. Edhe ishte kështu ashtu, po është komplet ndryshe. Këtu për shembull gjatë që janë po marrim një shembull, një makinë që është në tip Benz ose Range Rover diçka. Po ta bleshin në Shqipëri ban X lek. Po ta bleshin në Kinë ban 3X lek. Domethënë është 2-3 herë më shtrejt në Kinë se sa është në Europë. Edhe pastaj kur nisa erdha në Kinë, e pash ishte goxha mirë situata, jeta, nëse të kishim më punu, ke shumë mundësi, opportunity për të shkuar, edhe për më pas jetë goxha të mirë. Pastaj normalisht e fundi un kam ardhi vogël, si shumë shqiptar që kanë ikë jashtë Shqipërisë, fatkeqësisht. Sa vjet ke qenë kur mbrite në Kinë? Herën e parë 18 vjet që kam mbushur në Kinë, 18-19. Pastaj kam 3 muaj, jam kthyer në Shqipëri, kam marrë studimet, pastaj jam kthyer prapë. Edhe si unë, fatkeqësisht, do ta them, shumë tri shqiptar janë largu nga Shqipëria. Ata vazhdojnë largohen dita ditësh, sepse kërkojnë një më të mirë, mendojnë që jashtë fitohet leku shumë më lehtë, pastaj kur dalin jashtë e shohin që realisht nuk fitohet leku lehtë. Edhe krijojnë një drejt tyne pastaj. Themi përsëri tek tema që si ka mundësi një ri kaq i pasur me kam top. Unë gjithmonë jam rrit në parimin në familje që ta jep muni e djesa jota janë të jotja. Për gjithmonë për jetë, do ta gëzosh, ai të ban lumtur. Kur e ke këtë motor në jetë, as nuk trem as i gjë, çado që dalin përpara duken zero. Pak si ka kurse kush janë se çfarë janë. Sepse ke Zotin me vete dhe rrugën tane, as i gjë tjetër. Kur largova për kompani, sepse nejta punova disa hena për kompani, disa muaj, e pash që fitimet gjitha shkonin për kompaninë edhe nuk kisha të japtëcu dëshirën familjes time, aq sa e meriton më japtëcu. Edhe pastaj kalova për veten time, ka qenë që kur largova nga kompania, nuk kisha të ardhuna as pak. Kisha një mikeshin time në Xiamen, një qytet tjetër, i kërkova $5.000 borxh. I mora ata $5.000 borxh, u ktheva në Pekin, sepse në Pekin nuk u riktheva, edhe kam fit 3 javë, gati një muaj 3 javë gjysmë në McDonald's. Besoj e din çfarë është McDonald's. Po. Ditën kërkoja për shtëpi, natën pastaj isha bashkë me shokun tim shokun e ngushtin nga Kuksi. Ishin dy shokë aty. Sot jemi si qenë vllazën të bashkë. Edhe gati një muaj kam fit McDonald's. Jashtë në Pekin, se ndihmë në Pekin është shumë i ftoftë, minus 20 gradë, gati minus 30 gradë. Edhe derisa erdhi koha u ambientova, pastaj vazhdova punova për vete, krijova kompaninë time. Edhe u njofta me bashkëshorten, kisha mundësi që pastaj nga këtu kaloja direkt shumë më lart, edhe kjo nuk është arsye e fatit, se do të jetë tek fati. Kjo është arsye që 1% është fat, atë fat e ka gjithë secili në jetë. Jeta si fati si puna një treni që vjen në jetë, nuk ndalon, ti po kërcen të thonë jam fat. Por gjithë secili nga ne mund të kërcen atë tren, kupton çfarë do të them. Edhe pastaj kur njofta me Teresën, punova edhe shumë më shumë se sa punoja kur isha vetëm, edhe çdo sa më shumë e sa më lart ngrihem, unë aq më njëri i thjesht, aq më respektueshëm jam për ata që më njohin personalisht, sepse kanë nga ata për shembull që shohin herën e parë video live dhe thonë o ç'është ky me një mall anë këtej ose ka pasurinë nga gruaja, nuk njohin. Por kur vinë më njohin realisht, pastaj ulen edhe kërkojnë falje, gjunjëzohen përpara, thonë nuk e kishim besu, nuk e kishim imagjinu sa i thjeshtë sa realisht qenge. Edhe për mua thjeshtësia si puna është si puna një pemë pa rrënjë është një pemë që një stuhi e lehtë e rrezon. Nësa një pemë me rrënjë forta, ashtu është thjeshtësia e unë. E vërtet është thjeshtësia të bën shumë më interesant, sepse në fund të fundit mundje madh mund të bësh edhe kokë për të fshehur ato dobësit. Kemi parë edhe kështu. Po, lumt kush arrin të mbet model.
kemi pa, do shohim gjithmonë sepse jo gjithë njerëzit janë njësoj, edhe jo gjithë janë taft për me një gjuhë me mësu. Unë nuk jam këtu sepse jam më i mençëm sa ata që po na ndjekin, ose më i mençëm se po marrin për ta që na ndjekin, ndjekësit që janë tani live. Unë nuk jam më i mençëm se ju, por kam diçka që mbase ju nuk e keni. Kam lanë me një anë shumë gjana që mund të jenë gjana të qefit, qofshin lokale, qofshin diskoteka, qofshin me dalë poshtë për pjetë, edhe jam bashkangjit punës time, familjes time, me bashkëshortën Teresën, edhe kemi ecë përpara dhe çdo ditë fatmirësisht faleminderit Zotit, kemi punë, punojmë, as shpërim sot na ka që kemi edhe djalin mashallah 3 vjeç, edhe na ka bekuar Zoti me pasuri më të madhe në botë, edhe kjo është gjë më e rëndësishme. Atë mund ta keni edhe ju, por është e vështirë kur ti vjen një anon lokalet, shoqënin, sepse shumica e shoqënisë nuk janë tamam shoqëni. Ata janë thjesht shoqëni false, shoqëni fake. Nëse po ta kesh një problem, merri shokun telefonin, një shoqën telefon për diçka, i thush kam probleme me telefonin direkt. Ti thush hajde zona mik, hangë me pi gjithë. Alloni kam dërguar tani. Aha. Po, pushimet, jeni çifti që bëni pushime luksoze se nuk shoh shumë postime të tilla. Unë nuk kam qef të postoj kur bëj pushime për arsye sepse nuk duhet të krijoj urrëtie tek njerëzit, nuk duhet të krijoj dashuri edhe të më shohin se jo illi tyni për me arrit diçka në jetë, për njëri i pastër, i denj, me dash familje, me qenë respektueshëm prej miqve, prej shoqërisë ku jeton e gjitha, edhe me qenë me kamen tokë. Është lehtë për shkakun kudo që mund shkoj për pushime, me bën video, me tregu ku jam në mjaft luksoze, me njerëz të famshëm andaj tej. Shumë tri pastaj vazhdojnë krijojnë urrëtie për arsye sepse thonë çfarë do më tregu me këtë gjë, kupton? Unë mund postoj 2-3%, 5% realisht atyre që jetoj. Dikush mund të pyes që si mund të jetë një bashkëshorte nga Kina? Si arrin të kuptosh? Më thonë, vëre diferenca në jetën e përditshme, në mentalitet ose në stilin e jetës? Ndodh ndonjëherë që thua sa larg kulturës time është Tereza? Besoj siç e din, ti dhe shumë tjerë ata që pra ndjekin, shumë vite më përpara Shqipëria ka qenë shumë e lidhur me Kinën. Po. Ata nuk kanë qenë thjesht rastësisht lidhur. Kanë qenë sepse kanë gjetë shumë gjëra përbashkëta tek njëri tjetri. Qoftë Enver Hoxha, qoftë Mao Zedongi në atë kohë, që kanë lidhur dy shtete bashkë, shteti më të madh në botë, do t'ja thush në shteti më të vogël në botë, por me pasuri e me zemër shumë të madhe siç janë Shqipëria edhe shqiptar. Sepse realisht kudo që kam shkuar në mban botës, është shumë e vështirë me gjetë njerëz me zemër të madhe, si në Shqipëri edhe në Kinë. Si kemi në Shqipëni, i kena besën për shembull në ku i thojmë dikujt vlla, ose vlla gishti gjaku, siç e kanë përdorur parë tonë përpara, ashtu është edhe në Kinë. Nëse je miq me to, edhe e shohin si je i drejtë, je i pastër, edhe jetën e japin për ty. Edhe realisht Tereza për mua, fatmirësisht, faleminderit Zotit, nuk mund të them që shumë më e mirë se sa shqiptarët, por po të them se po t'i vej një vi. Ka shumë gjëra që mund të jetë shumë më mirë. Për arsye që para punës që respektimi ndaj familjes time. Hera parë që Tereza ka ardhur në Shqipëri tek familja ime, gjëja më e parë që ku ishim të hangër, u çote merrte gjërat më të mira në tavolinë e vetë babit dhe nanës më përpara. Që me qenë, por ti më realist, sepse shqiptarët më dhe vetë dhe kur flas mirë për Shqipërinë kërnohem. Por gjërat që janë edhe negative sot, duhet më i vun pa, sepse si thonë na kaveriu, ai që don, ai gjykon. Sepse ani që nuk don, edhe kur je keq sa bën fush me lule. Normale. Shumë për shembull, shumë tri dhe treja, sot kur martohen, nuk kujdesen për familjen e njëri tjetrit. Domethënë thjesht shohin dy persona, dalin, lëvizin, poshtë në pjetë dhe harrojnë kush e ka arrit, harrojnë preka kanal, harrojnë bab, harrojnë nan, harrojnë vlla, harrojnë motër, mendojnë që marrin një nusë tash hajde se kush e di se çase. Ju bani nami. Edhe fatmirësisht me Terezën ka qenë qoftë për familje, shumë e përkushtuar, pastaj qoftë për punën, shumë e përkushtuar, jo xheloze, sepse siç e dim, në shumë raste xhelozia e tepërt e bën dashuri të madhe. Edhe sa më moti dashuria kur xhelozia është shumë e madhe, ajo dashuri është domethënë ndame, nuk ban. Por Tereza ka të dyja, ka zgjuarsi edhe ka respekt. Edhe tre, do thonë edhe zemrën shumë të mirë, zemrën mirë. Je me fat. Edhe ajo është me fat. Do të them realisht me fat, sepse
si që thash, Zoti i shef njerëz të mirë në jetë. Kur je i pastër, kur je i drejtë, nuk i bën kujt gjatë keqe. Tani vetë më me ndihmu njerëzit. Kush e ka meritua? Sepse i shoh edhe sot që shumë njerëz kërkojnë ndihmë, por shumë ata nuk e meritojnë. Sepse çfarë ndihmë do të dhënë ty kur je 20 vjeç, 25 vjeç, 30 vjeç, nuk punon, pak rëndësi ka çfarë punë të më bë, por i kërkojnë babit e mamit lek me dalë pi kafe me dashur ose me dashur. Kjo është gjë më absurde. Edhe vinë kërkojnë për shembull thonë më jepi një, më jep ata këtina. Për mua, jo një, po direkt blok ju bajnë në Instagram dhe në Facebook këtyre personave të tjerë. Ja, përsëris pra, personave të tillë që bajnë komente të tilla ose kërkojnë diçka të tillë, direkt blok ju bajnë. Pse sepse kur kam marrë unë, kur kam qenë moshën e tyre edhe shumë e vogël, nuk e kam kërkuar kujnin, atë po ti kisha kërkuar kujna, nuk përfill kush. Pse? I ke durt, i ke kam, i ke menen, ke syt me pa gjitha, shko puno. Unë kam qenë ai që kam punuar 5 vjeç, kam punuar me babën tim të shit peshk, se baba im është tregtar peshku. Kam punuar të shit peshk me babën. Kam punuar menaxher, kam punuar të shit gaz të axha jam. Pastaj nga aty kam qenë mbasi erdhan herën e parë, u ktheva në Shqipëri, kam shkuar në Itali, kam punuar 3 muaj në ndërtim me çunat e axhës mi. Edhe kur kam ikë më bashkë mua, të bash takasë nuk vjen se ti je modeli i famshëm nuk vjen. Zotni thash kusho, unë kur të vitë më punua, për mua ai e kamarier, ai e çfarë që të bash lek kur e merr në fund. Nuk ka lidhje puna, normalisht do të them pa punë pista. Por pista flas punë negative, pista nuk ana duhet pista. E kuptoj. Kur merr lekun është lek, edhe me atë lek ushqen familjen, qoftë baba, nana, fëmijët tu ose nusën tane edhe njerëzit të familjes. Edhe pranena kur nuk i kam bën asgjë punës. Qysh fëmijë? Po je. Ky është një mesazh shumë i fortë, vërtet, se jo të gjithë mendojnë kështu. Mendojnë se do u bien nga qielli. Ata që kuptojnë është një mesazh shumë i fortë. Baba im gjithmonë thotë, ti fleti hena, edhe është si puna se këmbana vjen për ato që duhet të dëgjojnë, ata që kanë vesh. Ata që nuk duan të dëgjojnë thonë, edhe pse një gjojnë thonë nuk është. Pra, kështu që po, vërtet. Ke qenë model shtatlar i pashëm pa diskutim. Të ka ndodhur që i refuzuar ndonjëherë? Normalisht e punë shumë herë. Nga ku nga vajza? Po. Që ke përpyer të ka refuzuar. X pari, unë vetë në shenjën e horoskopit jam luan. Edhe kur du diçka, është më vështirë që unë ta la pa e marr. Po. Kështu që mund të ketë kam refuzuar njerëz shumë. Domethënë, për as më tepër kur jam i lidhur me bashkëshorte, sepse mua nuk më pëlqen të bëj gjërat kur kam qenë single, kam pas jetën më të bukur e që ta ketë ndruç. A kam edhe sot. Por flas me modele, me njerëz, me pasuna në këtena, por sot që kam familjen e shenjtë, bashkëshorten dhe djalin, për mua nuk ekzistojnë femra të tjera. Për sa përket atij aspektit, ekzistojnë si shoqe, normalisht e punë, ose partner e biznesit, por për sa përket gjëra të tjera, për mua nuk më intereson as pak. Kur kam qenë single, ai përpara normalisht e punë se kam qenë ditë për ditë ishin me modelet që ishin njerëz më të bukur që ishin përdesë ai modelet, domethënë je në atë rreth ku je goxha i përzgjedhur, ose i përzgjedhur. Kështu që kemi pas goxha njerëz të mirë. Goxha aventura. Të shkon ndonjëherë në mendje që thua sikur t'i kthejnë dhe njëra asaj lloj jete? Ka më pak kokçarje, mendjeri. Me thënë drejtën jo. Pse? Sepse e para nuk i kam lënë xhamangut. E dyta nuk ka se kam bërë gabime që më kthy që më thanë apo të kthehem ta përsëris prap më ta bëjnë mirë. Nuk ka se kam lëndu dikan ose të mashtroj dikan ose bëj diçka negative që të them opa, këtë person e kam lëndu ose kam bërë keq, kthehem ta rikuperoj, përkundrazi. Ajo kohë që ka kalu në më perfekte, faleminderit Zotit për atë gjë, edhe unë edhe me sotmen e tashmen. Komplet energjitë e mia, kohën tim, mundin tim, çdo asgjë që kam të kursoj të sotmja dhe duhet jetoj sotmen dhe punoj edhe për të ardhmen. Çka ka kalu më perfekte. Jeton me strategji shumë i qartë. Shumë i qartë në jetën që bën. Keni planifikuar ta zgjeroni familjen me një vajzë? Me thënë drejtën, unë kam qef, bashkë dhe bashkëshortja, por tani dashurinë që kemi të japim djalit parë, edhe pak kohë, pastaj edhe fëmijën e dytë. Sepse është e mirë
nuk ka shtenimi pa të dy të vegjël, edhe kur nuk dim pastaj, si thonë, edhe fëmijë janë xheloz, kanë xhelozinë vetes. Po ta kush shohin se ja kushton gjithë kohën më të vogël, por kur fëmia është për shembull 3-4 vjeç ose 5 vjeç edhe kupton se më i vogël duhet me pas më për kujdes se sa më i madhi, edhe është gjë më mirë sepse edhe fëmijët rriten pak pa ndjesinë e xhelozisë, rritin të thoshin kushte të barabarta. Edhe besoj është edhe mirë sepse pastaj djali mund kujdeset çot për vllahun ose për motrën e vogël po ashtu. Edhe mund t'i japin dashurinë edhe shokut ose shoqes që mund ta dojnë fëmia, sepse siç është fëmia kanë qejf me ne të fëmin, ne të rritur keni qejf me ne të moshat tona. Një nga mikeshat e tua të hershme ka qenë Paris Hilton. Ç'ndodh me miqtin tuaj, vazhdon të jeni miq? E kemi miqësinë, po. Kur do të takohemi, se ta për a dhe në të lutem se dëgjova? E keni miqësi familjare, se mbaj mend që keni pas bërë foto të shift me të. Ajo kur kam bërë lancimin e kompanisë time në Pekin, që është për anti-aging, për krem, unë kam këtu atë, Paris Hiltonin, që ka ardhur në Pekin, ka një hotel bashkë me mua, me familjen time, me babën, me nanën, me vllajën, me motrën, me nusën time, edhe kanë qenë ky shoku im Kuksiani bashkë me një shqiptar tjetër që tani është në New York, që ata kanë taku, nësa unë kam nejtë me familje. Unë nuk ashtë të kam taku familjen e sajna, por ajo i ka taku, do të thënë 2 herë, gjithë personat e familjes time. Por ku takojmë në kanë me te, përqafojmë si me qenë mikesh tamam. Po them se normalisht ai ka numrin tim telefonit, unë kam numrin e saj telefonit, por persona të tillë është shumë e vështirë që me nejtë në touch të thush sikur trim 2 miq për Shqipërisë për shembull, që kur dush e marr në telefon ose diçka disa persona të tillë, unë për shembull për vetë kam 6 asistente. Por telefoni që po flas me ju është telefoni personal. Telefoni i punës pastaj kujdesen asistentët për ta. Paris Hilton që është edhe shumë më madhe se unë, ai normalisht e punë ka shumë më agent zon. Edhe kështu që të më qenë një realist, nuk kam qenë vetëm që të flasin këta vipat. Bën një fotografi me dekena dhe thonë, "Pa e kam vlla, e kam modër, e kam anë, e kam tena." Jo, unë i njoh gjithë, e më njohin gjithë, ta sa i fushat kategorisë, por çdo gjë nuk duhet, si më thënë, sa i përket miqësisë, aty kemi miqësi. Po, ti nuk nje vetëm Paris Hilton, janë një sër personazhesh të famshëm që janë një ëndër për gjithë fansat e tyre. Cilën prej tyre do veçoje në këto vajzat e showbizit botëror, që janë në pjatës, domethënë? Të veçoja nga cili aspekt? Në aspektin njerëzor gjithmonë. Nga aspekti njerëzor që më duket shumë njerëzore, Adriana Lima, edhe ata kam realisht shumë mikesh. Tash i parë flas edhe me te, edhe Adriana Lima, pastaj Nicki Minaj e këta që janë, t'ja thush i thëna hunë përpjet, shumë me në mdoj. Kur jemi bashkë në M-Far, në kanë për shembull, gjithë janë dashtën, bajnë si dashtën. Sa largohen nga ty gjithë i kemë punë vetë. Por që mund të veçoja nga do mund të veçoja Adriana Limen, Dua Lipa dhe janë shumë e mirë, Rita Ora, edhe më ka bërë shumë përshtypje kur kam taku, edhe herë e parë dhe herë e dytë kam takuar në Hong Kong që ka qenë duke nu live për që ishim një grup njerëzish nga Kina. Edhe ka qenë live Rita Ora edhe për mua ajo vajzë ka pikë maksimale. Më pëlqen shumë. Edhe tregon tamam realisht karakterin e fortë shqiptarit. Edhe shqiptarit. Pastaj ka edhe sa dusha më tjerë që s'e vin, qoftë Kendall Jenner, Kylie Jenner, Kim Kardashian, edhe Kim është shumë të thosh, shumë mikë pritë se kur jenë bisedë me të, shumë e shoqërueshme. Po, në pamje është shumë e shkurtër, thuhet. Është e shkurtër. Sa është realisht, sa mund të jetë? Se kështu në foto duket madhështore, pompoze. Fotot kur bajnë, fotot bëhen nga poshtë. Ky është një trup. Po, Kylie nuk ka, po e vazhdim për shembull që është më mirë që më ka pëlqyer këtë gjitha live, domethënë për mua pa dhe për trupin, për fizikën ta është Kendall. Kendall është e gjatë, është e dot, është tamam për desa është modele. Ndërsa Kylie edhe thuja Kylie dhe Kim. Kim Kardashian, Kimi është që është, por se sa është fiksa, nuk i është një gjashtë sa, mund të jetë, nuk të di fikse, sepse ku janë me taka, janë me taka u gjatë larta, që janë
Edhe pranena duhet me, nuk po them me tham një numër që nuk ka të vërtet, por nuk janë shumë gjata. E kuptoj. Dua të ndaloj pak tek koronavirusi. Meqense ti dolën lajme dhe postove dhe foto, video që u prekin nga ky virus. Në Shqipëri tani ka një lloj shkova për të bërë analizë për arsye se nisha sa ishim këtu nga Shqipëria. Dhe në avioni ku kishim qenë ne që në Shqipëri Gjermani, nga Gjermania për në Shangaj, kishin qenë disa persona të prekur me virus. Dhe ku jemi thënë në Kinë, kam edhe në karantinë me familjen 2 javë gjys. Mbas daljes nga karantina, më thanë se kam takuar as djalin, do të më kam me nusen, unë nusem një dhomë, djali me asistenten e vetë me dadën në dhomën tjetër, edhe kur kam marru karantinën, ashtë e mija dhe shë, kur takoj fëmin tem, edhe njerëzit e mi, ma mirë që të sigurohem. Që aja është punë e virusin, apo jo. Pas kur ika në tek spitali, më bunën direkt ata të tunës parasyre, sepse kur me thënë drejten, 2 javë gjys, tanë ditë e gjatë do me kërvat, shif televizor edhe pa lëvizje, pastaj ndjeva si shtrëngim në gjoks. Edhe kur më pyesë mua, çfarë shqetësime ke? Tash shqetësim nuk ka asnjë shqetësim, tash pak shtrëngim në gjoks. Pastaj e bën alarmant ata të spitalit, hedhen direkt, mundën ta të oksigjenit në hund, bën analizat, i bën analizat e zemrës, se këta gjitha duhen për smarit. Edhe pastaj thonë edhe do të bëha analizat për virusin. Po për virusin duhen 24 orë me dalë. Domethënë përgjigjet të tamponit. U bën para doli negative, u bën dyta doli negative, edhe pastaj u ktheva në shtëpi. Ajo ka qenë gjitha. Pa pastaj lajmet e banin, modeli biznesmen shqiptar në Kinë me virus, ande këtej, kështu po ja. Fatmirësisht nuk kam qenë edhe koronën. Fatmirësisht nuk e kalove koronën. Fatmirësisht, faleminderit zotit, sepse realisht edhe në Shqipëri, edhe këtë do ta theksoj edhe për personat që janë duke në dëgju live, që shumë nga ato besoj e marrin për shaka, që sikur nuk ekziston korona, ndej këtej, por unë kam disa miq të mi në Shqipëri, edhe shumë të afërt, edhe të familjes të afërt, jo domethënë gjaku tem, por të afërt që janë nga Tirana, nga Vlora, nga jugu, që janë të prekur me virus, edhe realisht janë mirësisht faleminderit zotit. Janë mirë tani, nuk kanë gjana shumë serioze për jetën, por po bën rreth 3 javë sa 4 javë që akoma nuk e kanë kalu. Edhe, kështu që mos e merrni për shaka, bani kujdes çfarë bën për kujdes, se edhe sot po shikoja disa komente se disa komunistë ndjekin lajmet çfarë bëhet në Shqipëri. Ende shoh disa komente të njerëzve si realisht është metar që me përdor një fjalë jo turp, por nuk e di çfarë më thon, çfarë mendojnë ata njerëz, çfarë do njerëz janë, çfarë nivelit, në fakt nivel besoj të jenë nivel i mirë, përderisa kanë iPhone ose telefon Android dhe kanë me internet, janë dikushi. Por ai kanë si kanë dy parë tru, që thonë vetëm Shqipnia po ka raste të reja. Çfarë bën tan bota? Më fal pak më njerëz, a keni sy me pa ose shkoni në Google, siç dini bëj koment, shkoni në Google dhe shikoni çfarë bëhet në Amerikë. Vetëm dje kanë gati 80.000 vetë në Amerikë të infektuar. Nuk e di, janë darë në Amerikë, në Brazil, në Rusi, në Indi, edhe në Europë, dita sa vinë shtohet numrin. Pse? Sepse për faktin që e marrin vetëm si shaka. Edhe nëse thotë si ka mundësi që Kina u kujdes tani shpejt edhe janë mashtrime, nuk i tregojnë numrat e real. Përkundrazi, nuk janë mashtrime, janë shumë të vërteta që Kina ka numër aq pak 80 sa mijë që ka të prekur, edhe aq pak vdekje për arsyeën që në Kinë ka qenë para disa vitesh SARS. Virusi SARS, ka qenë virusi killer që Ebola, që ka qenë Kina edhe Azia e kanë përjetuar dhe di që të më thonë virus. E di sa vdekje prus është ky virus. Nësa shqiptarët janë mësuar të halet tralala, kur është të bën shaka, bën shaka, kur është e vërtetë e marrin për shaka. Prapë si punë e tij që thonë çipo ka shtuj ku herna rën. Çipo ka shtuj ku herna 2 herë rën, herën e tretë çipo ka shtuj ku realisht, pastaj nuk e besojnë më. Por kështu është puna se në Shqipëri nuk e kanë kaluar mosha rinjës, për shembull mosha jote, mosha jame ose më të vogël se ne, nuk e kanë kaluar virusin në herë, na duket diçka që absurde. Por realisht është e vërtetë. Është shumë e vërtetë. Edhe duhet bani kujdes. Derisa ti çupon kur preket në kush nga familja juaj, shpresojmë zot që mos preket askush, por
do të jetë shumë bon pastaj, pastaj do ta besoni. Edhe në Kinë prandaj është sepse në Kinë kudo që shkon, ke njerëz që ke me maska, ke njerëz që bajnë para se me hyrë në shopping mall, bajnë kontrollin e temperaturës. Pastaj ashtu se kam telefonin, por do t'ja tregoja, është në telefon është një aplikacion që është direkt i lidhur me qendrën shëndetësore të komplet Kinës, që gjithë analizat e të cilit person të vinë direkt automatikisht në telefon edhe ke barkodin gri. Jeshil më fal, green, po i takon në shqip jeshil. Nëse barkodi është jeshil, mundesh me hyrë gjithku me pas akses. Nëse barkodi është i kuq, direkt vinë të marrin me ambulancë të çojnë direkt në spital. Pra ne kjo është Kina, që ti dhe mendon që Kina është vendi ma çorba ndaj këtena. Kështu që mos rini të menu të kriju ëndra kot, edhe ide kot e story kot kokën tuaj. Jetoni me realitetin. Realiteti është virusi ekziston, është shumë të kequrës, është shumë i rrezikshëm. Kujdesu për ta. Shumë mesazh i mirë. Pyet një komentues, thotë që pse ke dëshirë të mbajsh kaq shumë aksesor të tipit varse dhe unaza? Të pëlqejnë unaza që sepse unë maj kryshin që kam është i lumi e zëgrisht lumë në bërthe, nësa aksesor që i kam, unë isha në video live për para se të bje të këshpia. Edhe me të unë edhe kam harru me isha ma kujtove që dhe t'i heki nga dora, sepse më bojnë edhe bezdisë, sepse më një fuk maj aksesor, por që isha në video live, edhe normalisht e punë për desa, në Kinë më njofin, edhe bashkëshortën shumë që as më tepër njofin në mamë, ta paka shumë e tim dhe pasurin rreth që kemi, edhe më duhet paraqitem për i tillë aty ku jam, në atë platformë. Nësa tani me shqiptar, ja. Ishin të shtrenjta ato unazat? Sa të shtrenjta janë? Pasuria dhe çmimi më i madh që është i personit është në zemër. Mos u merr me gjëra materiale. Do të bëj një pyetje, të ndodh tani që të shkruajnë, thonë na duhen kaq para, mund na ndihmosh. Dhe çfarë përgjigjesh je për shumë njerëz që janë vërtet në nevojë, në hall? Të ndodh një personi ty të shohin me këtë sy që mund të bësh bamirësi? Ate e shohin shumë aq më tepër edhe pas ndihmës që bëmë për Shqipërinë me maskat, më thënë shkruajnë çdo ditë, por unë bëj diçka, kur i bëj bamirësi, edhe kur ndihmoj aty ku i njoh personalisht, aty ku ma ndjen zemra minimum. Pse? Sepse ka shumë njerëz, kur jam mënu minimum, do thënë 45 raste që kanë qenë në Shqipëri, dhe më kanë zhgënjur totalisht. Pse? Një nga ato do ta them si rast. Po. Për arsyen që besoj mund ta keni një gjuhë, por nuk e kujtoj si emër. Ka qenë një rast në Shqipëri para 2 vitesh e gjysmë, 3 vitesh, që një fëmijë i vogël e ushqenin me tupë nga barku, domethënë tek kërkiza, ushqenin me tupë, edhe me thënë edhe kur e pash, u preka shumë, sepse normalisht vetëm me qenë kafsh nuk prekesh nga jo foto, nga jo video. Unë në atë kohë isha në Shqipëri, kisha shkuar për pushime në Shqipëri me familje. Kur shkova aty kur e pash, i them me djalit hallit edhe nesër mëngjes them hajde ikë të dy bashkë, edhe do shkojmë të takojmë këtë person. I shpëta në Facebook, shohë takova. Kur shkova të shtëpia tyne, e kite nuk kam asnjë gjë me qofshin bardh ose qofshin romë këta, ishin familje rome, por unë respektoj soi. Mos e merrni për keq, por kuptojnë çfarë duhet të them në vazhdimsi. Edhe pse ishin familje rome, shtëpia tyne ishte, ta them, jo super luksoze, por ishte e mirë. Në çdo dhomë me kondicioner, me televizor plazma, me lavatriçe, me gjitha të mirat për mashallah. Që njerëzit aty ku ishin ata, domethënë neighbors fqinj, nuk I kishin ata kushte askund. I jati këtij fëmis, sa është gishti I madh I trash, zinqirin e ojit në çap. Me rroba luksoze veshur. Edhe që në fillim më vrau kur hyna, ke parasysh se tash ti vjen e kërkon ndihmë dhe përdor foton e fëmis, që domethënë Zoti që është lartë lumna për ta, ai shef këto gjana. Ta lam ata, ta tregojnë ç'është drejt që na ka drejt, sepse fundit ne jemi të thush fëmijët e tina, nuk kemi askushi që me xhiku ç'është drejt që na ka drejt. Por disa gjana janë thjeshta me I pa. Edhe tu fol me te, e pava fëmin realisht. Fëmia realisht ishte me problem. Por nuk ishte aq makabër sa e banin këta. Por,
Që ato të tua ti ke flok, po të mirët pa janë sesion. Të përpaj një koment se ma ka vysyni të po disa erna. Nga që the ti që ke klinikë dhe mendojnë që mund të... Po, unë flok, po ja tregoj se fëmijët janë, por që i kam përdor ilaç në ashtu tre më flokëve dhe fatmirësisht e kam shumë mirë. Aty ilaç më mendoj ta sillën në Shqipëri. Por kthehemi tek story, tek historia që kur po flisem me ta pastaj e pash allu largova nga familja, thash ok, do bëjmë në kontakt, edhe bisedova me te. Edhe ku i thash ç'a do lloj problemesh kostos të ketë fëmia, do ta çonin në spital, doshin me çun në Turqi në atë kohë. Në Turqia, në Turqi më zgaboj. Edhe thash gjitha kostot do japun tash kontaktin asistentes edhe financieres time, do të komunikojnë direkt me spitalin, jo me ty thash personalisht, as me babën, as me nanën, as me shqiptarët, më kërkan. Direkt me spitalin ku do të shkojnë fëmia, do të komunikojnë asistentja ime, pastaj në fund thash para se mu bë çdo gjë, do të marr flas me ton telefon. Jo tha, nuk ka puna këtu, mu më duhen lek kesh, nuk i dua për mi pagu ti këta, tash më në animu në epin. Gjë, si dhe nëse fjallë që në Shqipni, më falë, pa mafi veshën edhe me porë, hava, i thash, zëtni, ti, a e ke ma menin për me marrë lek kesh, me i lutë kazino poshtë për pjetë, apo ke menin që me shëru fëmin ta? Jo, po ti me nuk ke, pëse mjetë me mua në e këtena, të para punë dhe është ti, shko shita të varsën që ke në qafë, që ban gogja lek, miliona, shqipe, ata lek që do në kesh për 20 vjerë, merri i thash, për e ty në shkullë 6 putat. Arresi pata qu dikun të në 500.000 euro, ja pata qu, tha që këta i ke parat edhe të funit prej nejet, vetëm t'i bëj halal për nerë të ti të fmis, për gjithë të ti të fmis, edhe thash merë sot të taj blok. I bana blok komplet në Facebook edhe në Instagram për më shkut, edhe thash, kushtin tipa thash, si ti e tjerë, mos më intereson. Sepse halë ka gjithë kush, halë të mërojnë, së të një midjet. Nuk jam mund që du të marrë halë të shqiptarve, as nuk dhe jeti, as kush me pas bambin e Zvicrës, nuk jam mil halë shqiptarve. Se ka dhe nga do që thojnë, e që në shpinë 2 katë që në fotë më thojnë, mi qërë lek du me ba në shpinë katën e dytë. Jetëri me shumë pushime, a ne këtej, njërës pa... Shumë kërkesa, pa kulturë, më të thënë diçka, edhe si thojnë djej qylit, doli. Më përse njërës tjilë dhe thash okej. Ashtë të kodë një këthy përgjigje, por që ma mirë, blog direkt edhe më interesë më marrë me konsumu energji negativë më do. Ke ndonjë plan për të rikthyer në Shqipëri me ndonjë projekt tëndin? Dhe kjo është pyetja e fundit sepse ka 1 orë dhe mund na e bëj Instagrami. Për në Shqipëri kam një projekt që po punojmë në te, edhe shpresoj që çdo gjë të shkojë mirë që bëhet realitet. Nëse të bëhet realitet, do i diçka shumë e bukur. Jo vetëm për mu, por është më tepër për shqiptar, që do të jenë në atë zonë për gjithë shqiptar në Shqipëri, edhe për tjashtën që mi shty për marrën në Shqipëri, me shiu dhe gjana në Shqipëni. Që nuk mund të flas konkretisht ç'është, si rreth qysh tek, për arsye sepse është mami më fort, masit vazhdojmë të bëjmë diçka se sa më përpara, por jemi në projekt të sipër. Kjo do të thotë që do e bësh jetën mes Shqipërisë dhe Kinës. Po, unë për të thash, si që thash, edhe besoj që kuptove që unë jam shumë patriot, edhe pëlqen shumë bukurit natyrore që ka vendi jonë, që është shumë e vështirë mi gjetë anën banë botës, edhe është më tepër pëlqen me kanë afër familjes e njerëzve të mi. Rolando, ishte shumë kënaqësi, unë nuk kënaqa, edhe elokuent, i shkatët, bravo të qoftë për çfarë ke arritur në jetë, je një model shumë i mirë për gjithë ne, me të vërtetë e kam. Unë të uroj gjithë të mirat, uroj që kështu të të ndrit fati gjithmonë, dhe mirë ta kopshim në Shqipëri, kur të vish me projektin e bukur që do bësh. Shumë faleminderit dashur, shumë faleminderit aty për kohën, edhe për pyetjet e bukura, edhe për kënaqësinë që na dhe me qenë live, edhe uroj pse kur vinë në Shqipëri me kënaqësi do të takojmë. Gjithë të mirat. Të fala Terezës, puthet shunin, ja mirë gjithë të mirat. Fala paq, edhe gjithë fansëve që janë live, shumë faleminderit për kohën, edhe shpresoj që ditë më të bukura të vinë edhe në fillim, edhe në vazhdim për ju, për familjen tuaj, edhe bani kujdes për virusin, mos se neglizhoni, lutem, përsëri. Po, Mirupafshim. Mirupafshim, gjithë të mirat. Mirupafshim.